Faza e parë e investimit që çon në restaurimin e fasadave të pallateve të vjetra në Libov po shkon drejt përfundimit, ndërsa janë edhe 8 pallate të tjerë që do t'i nënshtrojnë restaurimit duke i dhënë një tjetër faqe qytetës. Sipas Nelson Sejfo, inxhinieri të fushës, kjo do të jetë në dobi dhe vlerë për zonën, pasi e ndryshon atë tërësisht. Kjo jo vetëm në pamje, por edhe në faktin që nevojitet vendit. Tani po zhvillohet investimi në pjesën e dytë të pallateve që na sipër, po ngrihen skelat për të filluar investimi, po themi që jemi në fazën përfundimtare të investimit. Përfshihet pjesa tjetër e pallateve, në total numri i pallateve është 9 pallate, investimi i parë përfshinte 5 pallate, janë dhe 4 pallate të tjera që në bashkëpunim me marrëveshjen që kemi me fondin ne, do zhvillohen në fazën e dytë. Sistemimi i shkarkimit të ujrave të pallateve është një pjesë që jemi duke dakordësuar me fondin për të bërë dhe termoizolimin e soletave të pallateve. Kjo do parë dhe nga gjendja që kanë soletat e pallateve, varet nga gjendja teknike që kanë soletat, në çfarë gjendje janë. Teksa punimet do të kalojnë fazën e dytë, e cila do të jetë disa muaj drejt përfundimit total, ndërkaq të tjera projekte pritet të marrin jetë për zhvillimin e zonës dhe rrjedhimin e qytetës.